një pjesë të këtyre që do them, unë i kam jetuar dhe nga afër, që duke nisur që nga momenti Meqja me Skënderin ishin prezente të Ramizis, unë i lash vendin studentes time, s'ka rëndësi. Ramizi ati përdori dhe një batut kur u acarua pak situata brenda, këta e din më mirë se ishin atje, tha dale, tha se nuk i dini të gjitha ju, tha. I kujtohet? Nuk i dini mirë. Dale, tha se nuk i dini të gjitha. Është e lëvizja e dorë që është bërë meme. Dale, tha se nuk i dini, sigurisht kam zërin parasysh kur kam dëgjuar dhe në televizor. Dale, tha se nuk i dini të gjitha. Ashtu. Dhe koha tregoi shumë bukur që iqa të fillimin që ne përshkruam entusiast, i pastër e vërtet e tjetër që u iniciuan nga studentët, iqa ato ditët e para, në momentin kur ta ustallarët erdhen lartë, dhe ka shumë gjëra që kanë ndodhur në sytë tona dhe ne nuk i deshifronim dot në ato momente, vinim pikpyetje, por më mbrapa, unë për vete e kam shumë të qartë skemën, dhe Ramiz Alia nuk ndodh i befasuar, por që nga momenti që kishte marrë atje Skënder Gjinushin këtej dhe Elisien Bashkurtin këtej, tjetër punë se ç'bën më mbrapa partitë etj, pra ishte gjithçka, ishte një skemë shkurt muhabeti, Ramiz Alia dhe sigurimi i shtetit, dhe unë për të kam bindje të verbër dhe ka shumë fakte, i kishin marrë masat me kohë dhe plani i tyre ju doli do bë realitet në këto fatkeqësisht në këto 35 vjet. Dhe vazhdon akoma një pjesë. Pa ardhur tek monumenti, te rënia e monumentit, unë kam qenë atje sepse atë ditë ne përgatiteshim të shkonim për në Bruksel. Unë mora me organizimin e vizitës të dërgatës tonë të parë, këta kolegët e din shumë mirë që shkuam në Francë me Preçin dhe me Eduard Selamin, ishte edhe Saliu në delegacion të themi, por unë duhem këtu sa, se është situata, edhe erdhi dikush tjetër, një si shoqërus, dhe ka marrë me vete bile, ka shkruar të Preçit dhe në libër, cop bronzi, gjysmën e kam në shtëpi nga shpatlla e xhaxhit kur u nda monumenti në qytet studentit, se koka iku këtej nga rruga e Kavajës, në mira copa, dhe gjysmën e copës e kam në shtëpi, e kam ruajtur, gjysmën e dash Giscard d'Estaingit në tavolinë. Të nesërmen, se ne do udhëtonim për në Paris. Dhe e kam ndikur nga afër atë momentin e rënies, sepse kam qenë me shoferin, që i kishim shoferin e druve Tiranës, Shpëtim Deden, që erdhi ngiste aron tonë, dhe nga Selia, Saliu më tha, niso, më tha mua. Dhe jam nisur unë, kështu si drejt, si që vajta në 2 prill në Shkodër, se në këto vendet ku kishte dinamit, mua më niste, dhe kam ndodhur prapa rënies së busit me gjithë shpëtimin, la makinën ndikuaj, se s'afrohesh e dot, dhe e kam ndikur nga afër atë, po unë dua të vite diçka tjetër, që derisa të vinim te momenti i rënies së monumentit, për mendimin tim, ishin marrë masat që më përpara dhe nuk ishte rastësishme, për shembull,